Edi Rama vendosi të mos shkarkoj Belinda Ballukun. Përkundrazi, vendosi ta mbrojë atë, do përdori gjykatën kushtetuese ashtu siç bëri dhe me Erion Veliajin. Tani, çfarë kuptojmë nga kjo gjë? Kuptojmë e para, Spaku është i pavarur. Tani është e qartë për të gjithë. Kjo tregon që Spaku po i heton dhe po nxjerr para drejtësisë të gjithë. Të maj, të djathtë, të rinj, të vjetër, ata që janë në pushtet dhe ata që nuk janë në pushtet. Tani nuk kanë më gojë të flasin, të thonë që gjoja e Edi Rama i përdor kundër opozitës apo kundër kundërshtarëve të vet. Tani Edi Rama ka dalë aptas kundër Spakut dhe do të shpëtoj veten në fakt, jo vetëm Belinda Ballukun. E dyta, kjo është përplasja përfundimtare. Tani nuk ka asnjë shans që Edi Rama t'i shpëtoj drejtësisë. Pse? Sepse e njëjta gjë ka ndodhur në shumë vende të Europës së Lindjes. Janë me dhjetra kryeministrat që janë dënuar, kanë bërë burg, pavarësisht se ishin të pushtetshëm, sa Rama, po dhe më shumë se Rama, dhe prap nuk kanë mundur t'i shpëtojnë drejtësisë. Vendimi për ta bërë Shqipërinë një vend normal, një vend ku ka drejtësi, nuk është marrë në Tiranë, nuk varet nga vullneti i klasës politike të korruptuar në Shqipëri. Por Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur ta bëjnë Shqipërinë pjesë të vendeve moderne perëndimore ku shteti ligjor funksionon. Kjo është e ardhmja e Shqipërisë, prandaj ne duhet jemi të gjithë të lumtur. Këto janë ditë jashtëzakonshme për Shqipërinë. Më në fund, klasa politike e korruptuar po largohet, do largohet dhe ditë më të mira dhe më të bukura po vinë për Shqipërinë.